Dhe kemi një gjë shumë interesante prapë që transmetohet. Njëherë vjen Omeri në shtëpi dhe gruaja i bën shumë llafe. I flet shumë. Omeri çuditet. S'kish bërë ndonjëherë vaki që gruaja t'i ngrinte zërin tem apo të kërkonte ose diçka e tillë në këtë gjuhë. Edhe Omeri më thon drejtën ka qenë tip, siç e dim të gjithë, tip i serë, domethënë nuk e duronte kollaj. Ç'net aty kështu sot ta? Ajo çfarë i tha? Atë duket vetja më i mirë se pejgamberi sa Hafsa më ka treguar se ndonjëherë debatojnë me zë të lartë me pejgamberin alayhis salam. E mori mësimin Omeri. Dhe këtu vjen historia e atij burrit, i cili kishte pas probleme me bashkëshorten e tij dhe shkon të konsultohet me Omerin. Kur shkon tek shtëpia e Omerit, flitet mas vdekjes pejgamberit alayhis salam. Ngjon që gruaja po i fliste me zë të lartë Omerit. Dhe tha i me vete, kur Omerit i flit ka kështu, tha lerat muhabet. Mirë po Omeri e pa, e thiri, po ti tha, po përgjoje këtu, tha, jo tha, po si është puna? Tha kështu, qeshi Omeri radhiyallahu anhu tha, kaloje këtë punë. Pra ideja është që është normale që në jetën bashkëtorë të ketë debate, të ketë edhe gabime. Domethënë puna është se si do të menaxhojmë situatën. Dhe mënyra më e mirë për të menaxhuar situatën është butësia, qetësia, maturia, konsulenca dhe mos përplasja, sidomos në moment që mund të shkaktojë, domethënë le të themi, mund të japi dhe efekte të tjera negative. Mirë është që të lihen gjërat, mirë është që pastaj ne duhet kuptojmë se gjithë secili prej bashkëshortit dhe bashkëshortes kanë natyrën e vet. Pra bashkëshorti duhet ta kuptojë se gruaja do dëgjuar, do miratuar, do dhënë drejt. Pastaj gjërat vijnë sipas mundësisë.